Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Mund të ndjeni më të vendosur se zakonisht për të përfunduar një projekt që e keni lënë pezull. Në marrëdhënie tregoni më të kujdesshëm me fjalët, pasi impulsiviteti mund të krijojë keq kuptime. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll. Demi. Një prilli ju fton të reflektoni më shumë për stabilitetin tuaj emocional dhe material. Mund të merrni një lajm që lidhet me punën ose një mundësi të re. Në dashuri kërkoni siguri dhe ngrohtësi, por duhet edhe të jepni më shumë nga vetja. Mos keni frikë nga ndryshimet e vogla. Binjakët. Do të jeni shumë komunikues dhe plot ide kreative. Kjo është një ditë e mirë për të ndarë mendimet tuaja dhe për të bashkëpunuar me të tjerët. Në jetën personale dikush mund t'ju surprizojë. Kujdes me shpërqendrimin pasi mund të lini gjëra të rëndësishme pas dore. Gaforia. Emocionet do të jenë më të theksuara sot dhe mund të ndjeni pak të ndjeshëm. Është momenti i mirë për të kujdesur për veten dhe për familjen. Në punë përpiquni të mos merrni çdo gjë personale. Një bisedë e sinqertë mund të përmirësojë një marrëdhënie të rëndësishme. Luani. Kjo ditë ju vendos në qendër të vëmendjes, energjia juaj pozitive të rresh njerëz dhe mundësi. Në dashuri mund të ketë momente të bukura, por edhe nevojë për kompromis. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Virgjëresha. Do të ndjeni të fokusuar dhe të organizuar. Kjo është një ditë ideale për të përfunduar detyra që kërkojnë përpikmëri. Në marrëdhënie tregoni më shumë fleksibilitet. Perfeksionizmi mund të krijojë tension nëse nuk kontrollohet. Peshorja. Harmonia dhe balanca janë në qendër të ditës tuaj. Mund të zgjidhni një konflikt të vjetër ose të afroheni më shumë me dikë. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate më të mira sesa veprimi individual. Ndiqni intuitën në vendimet personale. Akrepi. Energjia juaj është e thellë dhe intensive sot. Mund të zbuloni diçka të rëndësishme ose të merrni një vendim që ndryshon drejtimin tuaj. Në dashuri, pasioni rritet, por kujdes me xhelozin. Financat kërkojnë analizë të kujdesshme. Shigjetari. Dita sjell dëshirë për liri dhe aventura. Mund të planifikoni një udhëtim ose të eksploroni ide të reja. Në marrëdhënie sinqeriteti është çelësi. Në punë një mundësi e papritur mund të hap rrugë të reja. Britsjapi. Fokusi është tek përgjegjësi dhe objektivat afatgjata. Do të keni mundësi të bëni hapa të rëndësishëm drejt suksesit. Në jetën personale përpiquni të mos lini pas dore emocionet. Balancimi mes punës dhe jetës private është i domosdoshëm. Ujori. Kreativiteti dhe idetë origjinale ju karakterizojnë sot. Mund të merrni mbështetje për një projekt inovativ. Në dashuri kërkoni liri dhe mirë kuptim. Një surprizë e vogël mund të ndryshojë humorin për mirë. Peshqit. Intuita juaj është shumë e fortë dhe mund t'ju udhëheqë drejt vendimeve të duhura. Është një ditë e mirë për reflektim dhe për të ndihmuar të tjerët. Në dashuri, ndjeshmëria forcon lidhjen, por shmangni idealizimin e tepërt. Horoskopi në Top Albania Radio.